Përshëndetje miq të dashur. Shkojnë me në radhës njerë ka e Kosovës. Me të vërtet miq, unë kom bo video për to ma herët, sepse kom kujtu që një me është mbretëresha e Kosovës. Por me të vërtet miq, kjo ka konë katastrofa e Kosovës. Njerë ka e Kosovës. Sepse me dalë miq të dashur për një grusht vota, me dalë me sëlmu Albin Kurtin, live, publikisht, para krejtë botës, me gënjy për Albin Kurtin, kjo veç të kjo banë maki. Po miq, shkojmë të dëgjojmë videon, e të diskutojmë së bashku e lutem. Pyetja është çka ka volaj veç me Vučićin e me Majqapën në një dhomë, kush s'ka tjetër aty. O zoj, Albini e ka përfaqësu Kosovën, dialog, normal që ju duft me hi një dhomë, me bisedu me to. Po ti, veç ti s'ka lipe këtu, a jeti shtu, ti s'ka lipe një dhomë me to. Ti vetëm s'ka lipe një dhomë me to. Se me për Albin Kurtin, tash ta spjegojnë pse. A përsheni miq të dashur, që njeri ma të ligë nuk pas ka pas. Njeri puro interes miq të dashur. Po faleminderit Zotit për lkuna për veni, që i kjo dhe i këthojnë të na e pompë, se kush ko ke. Pa. Është merë mi qa, përsyt balët, kjo është merë. Kush na pas ka përfaqësu, dhe çfar kategorie zhlë e njerit ka. Me të vërtet, miq të dashur, kjo nuk e meriton me i as në parlament. Me këta nuk pas ka njeri, nuk ja hub vete autoritetin, me dalë me najtë me ta. Përsyt balët njeri, po ja hub ka vete autoritetin, miq të dashur. Po mbi gjitha, shkojmë të ngojmë Glaukun, miq të dashur, ndashta keni dëgjuar dhe jo, prom, por shkojmë të dëgjojmë, t'i kallëzojmë sajna, se cilë është realiteti. Shkojnë miq. Dhomë kanë qëndruar Albini dhe Vučići, kur kush nuk e din që ka ndodhur. Jo, është dhoma e Brukselit, e negociatave, ku natyrisht që rrihet me orë të tëra. Ku janë edhe krejt aty ndërkombëtar të janë mirë po çka është duke ndodhur çtash është. A peshe o njerë ka Kosovës, mos dil mi gënjy poplën, o ta marrov Zoti ftyren, po s'pas ke ftyrë ti, po çfarë ftyre pas ke ti bre, po çfarë njeri pas ke qenë ti bre. Këtë betë kofshin haram ato vota që të kena dhomë bre. Shis po dhjetë tërë bre me dalë me gënjy për një grusht vota bre, ku none. Po ti s'ko ke njeri bre. Ti ko ke tradhtare, ta mona shqiqare. Po mirë, falëmërer Zotë, veç vazhdo se mirë e në rrugë drejtje. Veç vazhdo ti se shumë mirë e ka sillesh. Se del njeri shpif, as shqiqare, miq të dashur. O që, veç këtë njerë këne kom pa. Oke njerë ka Kosovës, sa ke presidente, pse s'dole mi folë të fjallë? Do i tradhtare. Tregoj poplit, tregoj aty një shikullë që po të gojnë aty, që i ka i mashtron. Tregoj pse s'dole mi tregu para do në sa ishe presidente. Tregoj poplit. Tregoj aty një punë që ke thonë, o në presidente, o në do nëzirë shpatat, do flasë. Do me thonë, ti ke bajt gjithë to marina, si mas të jenë thojza, unë thojza po thomone, se ato s'janë Albin Kurti është si kristali, po ti, do me thonë, ti e ke mbrojt krimin, se kjo krim, si mas fjallëve tua, kjo krim. Atëre ti kjo ke kriminale. Ti presidente se dalë me folë, ka dalë, se kriministri jonë po banë që ta. Por, kur e pa që si ki votat,
Ta është del po fishlon këtu, para pople. Fishlon sa dush, që s'po të dhez. O njerë ka Kosovës. O ty Zoti ditë qa boft me ty. Veç ati i drejtohem, ati të lumit Zot. Po shkojna misë të ndëgjemi lutëm. Dy tema peshone që është duke u mundu me përdor. Zonja Osmani është Amerika dhe Serbia. Amerikën e përdor, që ka përdor PDK-ja dhe LDK-ja që 6 vjetë. A nuk është tërë për ty, 5 vjetë presidente, tash me akuzu Albin Kurtin për Serbinë, për Amerikën. E turpit më loftë, s'po thonë të tërsan ishë. Turpit më loftë e kur më stohiqë. Marre. Shkojna miq? Po dojnë me mbrojt Amerikën prej Albin Kurtit. Po vërojnë që Amerika është rrezikuar, Po. Prej Albin Kurtit edhe këta pas kanë met. Me dole me mbroj. Që shumë e rrezikuar. Edhe e dyta me friksu popullin me Serbinë. Po. Që këtu krejt, domthon, kjo që është e vetvendosis që është më e fuqishme kundër Serbisë. Kjo që krejt ato ajo u bon veri. Që dha ndryshim i madh. Krejt këtu juve ju duken iluzione se këtu janë rrena. Këtu janë fjalë të ajo që nuk peshin ju, ajo mrapa perdes. Kjo. Ajo që veçun e di. Gjëja vjosa. Supozoj që veçun e di, po jo se deni, po unë pja kallzoj, është mos vetë, është një farë plani shumë i rrezik, shumë një farë gogole që këtë tim PDK-ja. A për ndëgjani mi se dashë, qka është në gjendje me bo kjo, qysh është në gjendje me gëny popullin e vetë, vetë me javillë votën. A për sheni qfar sfokuzoja as me janë gjithë në farë emni se nuk ma len YouTube-a me dollë videon. Po kjo nuk e meriton as njerë këmi thombre, se ka njerë ka të mira që është ma mirë se del ma mirë se nona. O ty Zotit s'ka të roftë, qish po qirë me shkatru këtë popull, vetëm për karrik presidencës. Jo rabi i polkunave dhe një izmadhe Zot s'ka të roftë, qish e ki zemrën. është turpi i botës, është turpi i botës me dalë me folë keq për Albinë, o ta marrov Zoti atë ftyrë. Ta marrov Zoti atë ftyrë, edhe në herë po të thëmë, po ti s'ka ke njeri, bre. Po ti ka ke njeri ma i ligë që e ka Kosova. Femna ma e ligë që është në Kosovë, ko ke ti. Ku kënone, kush e pas ka dhejtë Kosovën. O, më thafshin ato durë që të kom votu ty, që të thëkaj, i prefsha durën, po më thafsha e dorë që të kom votu ty, bre. Po ti ka ke njeri, bre, ti ka ke njeri, ti s'ka ke njeri hiq. Ti ka ke hale. Ti ka ke hale. O, i njerë ka Kosovës. Duhesh me tarë tërë, bre, me dalë me folë, me fendu popullin tonë, kryeministrin tonë, me dalë me ofendu. Kur Albin Kurti nuk po të ofendon ti. Albin Kurti ka shumë sene ma shumë se ti. Ti për Albini ki zero. Zero. O njerë ka Kosovës. Kur hera me Albinin, kur hera të Albini, që që e konë? E që shëvonë të Albini? Që? Qështu? Qështu e në fjallë bëllore? Që? Që në është Albini? Mos i bjerë marët mire s'kellëm. O njerë ka Kosovës. është turp me të një familja jote. Pa ki ndërgjegjen familje të jaskibre. Qysh do me gënyu thminë e tu? Kur thmija ju ta bon këtë pyetje, mami, kur Albini kon ka qi kesh pse ke rejt me to? Pse ke bashkëpunu 5 vjetë? Çka do me thonë? Tregoje popullit, tregoje atyre që po i gënjen. Çka do me thonë? Kur thmija pyesën, thmija ju, çka do me thonë? Turp. Turp.
turp qoftë. Shkojnë miq. Se s'nalët me këtu kjo. Ka surpriza kjo. Me LDK normal e kanë përdorur 6 vjet, pej 2019-s. 3 portë zgjedhje i kanë humbur me këto 2 tema. Edhe të katërtën do ta humbin. Shumë e vërtet. Me këto tema. Patjetër. Me Serbinë dhe me Amerikën. Tu munu me futbol Albin Kurti me Amerikën si kena lyp qëra më bën still. Gota të. Jo, në asnjë moment. Për kundrazi, 2022-ën Albin Kurti i ka kërkuar Amerikës që pikërisht bën stilli Govic. me qëndru në mënyrë të përhershme në Kosovë. Kosovë. Prej Washingtonit e ka lëshu këtë deklaratë. Edhe kjo është realitet mi së dashur, se është edhe janë edhe lajmet, janë edhe po momentalisht nuk mujta me gjetë më herë, po do e gjoj do publikojmë videon tjetër. Kur e tregojnë lajmet që Albin Kurti në 2022-ën e ka kërku që Amerika mëret për gjithmonë në Kosovë. E kjo shtrik pionier ka Kosovës. Qohet edhe thot Albin Kurti ka lip qëra veç për e marë do vota ma shumë o shturpi i botës. O popull imi dashur, o ju votues të RTK-s, mos e mashtroni. Dalloni senet, unë s'po them votoni ato, është drejtë e juveja. Dashni votoni edhe njerëkën, është drejtë e juveja. Vetëm dini kon pe votoni. Votoni dikon që menon për fëmijën e juaj, jo për fëmijën e saj. Ajo kur bëu presidenti, hiqi fëmijën pe privatit, hiqi fëmijën pe shkollë shtetit, i çoi privat. S'u ka interesu për fëmijën e juaj. Po vetë për të vetë. Këtu dihet miq të dashur. Votuesët e RTK-s, analizoni pak këtë punë. Unë s'kam kurrë kundër sojna, personal, absolut. Unë kam kundër sjelljes sojna, kundër rranave të sojna. Sepse peçon shtetin dom, me intriga, me rrana, me dallavere. O ta marrov zoti ftyrën, Evropa, Amerika po merr nasihat në ty. O zoti çka të rrov ty. Kush e kon ti? Vetëm për një karrik. O ta prush zoti kur mos ush në atë karrik, as ta tas as në tjetër. O njerë ka Kosovës. Çka kërkon ti? Më kall bishti, mullet kall këtë Kosova. Tu bre zoti s'di çat koft ty. Çat maroft. Pe neve pe lip, pe zotit ardhë. Gomiq, kjo është me 2 rana, bon stili, edhe që ka boki për dhe qakën dhe dhomë. Kur këtë botë adim që ato kur furit diçka sekrete, po ne adim që konë në Bruxelles. Po ato e sekrete. Qka e për më kalzohen popull, qa që për më kalzohen popull, nuk kalzohen. A më ti kalzo, o njerë ka Kosovës. Ti kalzo qka bune me gjuricin. Që ti se përfatson Kosovën për më dalë atje në debat me Serbinë. Aty është Albin Kurti, kryeministri. Ti qka folë aty, edhe me Deromen. Këta të regoj e popullit ti. Shkojnë miq? Thirrje publike që ajo më transformu në një bazë të përhershme të Shteteve të Bashkuara. Qysh një njeri pëllyp ka... Vesh një miq, a ma shumë i besoni Glaukut a njerëkës? Unë për vete Glaukut. Për pas kjo që i pe thot, është edhe video, që do e gjoj, do e bëj vizën tjetër, edhe do e gjojnë së bashkë, miq të dashur. Shkojnë miq. Bon stilit kur pe lyp vetë, që ai me qëndru në njërë përhershme, pe fëtën edhe pe ja ofron ti të gjitha mundësit, të më thonë, qka lidhet edhe me infrastrukturën, edhe gjithë që na do të me bo, që bon stili më shëndru në një bazë për 2022-ën, më me ta siguru deklaratën, kur dush. Dhe më nuk, qka jenë këtu? Këtu jenë zgjedhore, bre? Zgjedhore tash. Po Glauk, jo zgjedhore. Po nuk bon me gëny Glauk. Pa marrë parasysh jo në zgjedhje, jo në zgjedhore. Nuk bon me gëny. Do të me konë realist. Sëlmohe, aty ku ki drejt. Po jo me shpif. Nuk bon me shpif, o burë. Ska lidhje që dalë kjo në zgjedhje, do më dhone për me fitu vota. Nuk bon me shpif për kryeministrin. As për ty, as për asnjë gjallë, as kryeministri për to.
Vetëm realitetin. Jo me gënjeshtra. Nuk merret vota me gënjeshtra. Që 20 vjet me gënjeshtra na kanë gënjur. Kjo prap standardin e mëdhshëm. KDK-s, PDK-s, AK-s. Shkojna miq? Ajo, mas e ka marrë këtë rrugë. Nuk mundet me fitu vota të thonë Albin Kurti o më i miri. Aja po Nuk ka nevojë me thonë Albin Kurti më i miri, por nuk duhet me akuzu çfarë si ka. Kënë rregullisht glauk. Po s'po me akuzu. Por diçka çfarë se ka. Se këto vota, edhe mi marrë të vota, sa që i bojnë, sa se ngrisin. Populli e di për kush është? Po mu po më dhanë që po na shikon bota. E Amerika, e çfarë populli jem? Na jem shumë popull i mirë. Po populli sikur kjo, si njërë ka Kosovës, ta hup autoritetin. Pse kjo s'pas ka autoritet. Kjo se ka gale pse hup Kosovës autoritetin. në otë me marrë vota të thonë Albin Kurti o më i keqi. Qatë rrugë e ka Ja pra miqtë të dashur, e ndëgjut edhe vetë, se çka është gjendje me bo një njerë ke Kosovës, që Albin Kurti e ka më presidente, nuk mujti me bo si pat votat, kjo kanë gjendje me kodë Kosovën. Që të s'kam qaj thomiq. Ju përshëndes, Zoti ju rujt, mirë po është vite radhës.